Një grup organizatash jo qeveritare serbe nga Kosova dënon sjelljen e papërshtatshme gjatë vizitës së nxënësve në Patriarkanën e Pejës me 30 mars. Ata kujtojnë se gjatë vizitës së organizuar e cila u realizua nga Muzeu në Pejë dhe Shkolla Teknike Rifat Gjotaj u bën pretendime të diskutueshme dhe historikisht të pabazuara në lidhje me identitetin e asaj prone të mbrojtur fetare dhe kulturore, përfshirë prezantimin e saj si patriarkana shqiptare. Shembuj të sjelljes së papërshtatshme nga vizitor individual përfshirë nxjerrjen në pat të simboleve kombëtare brenda zonës së manastirit, janë regjistruar sipas organizatave jo qeveritare, duke theksuar se rasti i përmendur nuk është një incident i izoluar, por është një model me i gjerë interpretimesh dhe provokimesh të diskutueshme, të cilat të rëndojnë më tej marrëdhënie tashmë të ndjeshme ndëretnike. Politologu Ognjen Gogić thotë se nëse presidenti i ri i Kosovës nuk zgjidhet deri në fund të mandatit të Vjosa Osmanit, presidenti në detyrë do të bëhet presidentja e Kuvendit Albulena Haxhiu dhe se do të jetë detyrë e saj të përcaktojë datën e zgjedhjeve të reja në rast se një president i ri nuk votohet në parlament brenda afatit të caktuar nga gjykata kushtetuese. Haxhiu, siç thot Gogić, do të ushtrojë kompetencat që presidenti normalisht i ka sipas kushtetutës. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Surlić, tha se kur të skadojë mandati presidencial i Vjosa Osmanit, misioni i vetëvendosjes do të jetë shmangja e zgjedhjeve me çdo kusht, duke kërkuar një person për president të Kosovës që i është i pranueshëm për një nga opsionet politike në arenën opozitës. Nëse Albulena Haxhiu bëhet presidente, si zëvendës presidentja e Kosovës së vetëvendosjes do të mbajë 3 funksione kryesore, por Haxhiu do të duhet të respektojë afatet e përcaktuara nga gjykata kushtetuese, theksoi Surlić. Analisti Nejmedin Spahiu konfirmoi se pas nesër kur skadon mandati presidencial i Vjosa Osmanit dhe në rast se nuk zgjidhet një president i ri sipas kushtetutës së Kosovës, presidente në detyrë bëhet kryetaria e parlamentit Albulena Haxhiu, ajo do të kryejë pothuajse të gjitha detyrat që normalisht kryen presidenti i Kosovës dhe kujton se Vjosa Osmani gjatë periudhës kur ishte në detyrë punoi njësoj sikur të ishte presidente me kapacitete të plota. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për masat e përkohshme për produktet bazë në raste të veçanta të destabilizimit të tregut. Duke prezantuar aktin, kryeministri Albin Kurti theksoi se ky ligj është i nevojshëm për të shmangur abuzimet dhe rritjet artificiale të çmimeve në raste të krizave globale. Ai theksoi se ky ligj nuk prish tregun e lirë, por mbron lirinë e tregut nga abuzimi. Ai kujtoi se qeverisë që ai drejton që nga ardhja në pushtet në vitin 2020 dhe më pas në vitin 2021 u përballën me kriza globale që preken edhe qytetarët e Kosovës. Pjesëtarët e policisë së Kosovës gjetën sot një granat dore në bodrumin e një ndërtese banimi pranë sheshit Vëllezrit Miliq në veri të Mitrovicës, e cila u hoq në mënyrë të sigurt. Pak pas mesditës, pas raportimit të një qytetari se në bodrumin e ndërtesës kishte një pajisje shpërthyese e pa identifikuar, policia shkoi në terren dhe përcaktoi se ishte një granat dore, tha për Kosova Online Togeri Eduard Bulliqi, në thirrjen e çmimtuesit nga Prishtina, të cilët e hoqën në mënyrë të sigurt granatën e dorës. Tani për tani nuk ka detyrzuar, tha Baliqi, dhe rasti po vazhdon në procedurë të rregullt. Në vazhdimin e gjykimit para gjykatës themelore në Prishtinë, zyrtarja e OSB-s Jelena Gjukanović, e cila akuzohet nga Prokuroria Speciale për krimin e shpionazhit në dobi të Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë, përsëriti se nuk e pranon fajësinë. Prokuroria deklaroi në fjalën e saj hyrëse se ka ndihmuar shërbime të huaja të inteligjencës, ndërsa avokati i saj Predrag Miljković theksoi se nuk ka prova për këtë. Gjukanović gjithashtu deklarua e pafajshme në seancën e parë dëgjimore me 16 shtator të vitit të kaluar dhe u arrestua me 28 shkurt të vitit të kaluar në ndyshim për spionazh.
Pas një jave me shi, nesër do të jetë moti pak më mesetarisht vranësira në pjesën më të madhe të Serbisë me intervale më të gjata me diell dhe me ngrohtë vetëm në lindje dhe jug në mëngjes me vranësira dhe shirat e mundshme, por edhe pasdite do të jetë pareshje në ato zona. Temperatura më ulët e ditës do të sillet nga 4 deri në 9, kurse ajo më e larta nga 13 deri në 19 gradë Celsius.